që të kuptoj më shumë se çfarë do t'ju tregoj. Do t'ju tregoj për jetë të haruara, për fotografi të humbura. Të gjitha bashk rikthehen në dritë nga një fotoreporter, nga një fotograf anglez. Fotografitë janë shqiptare, janë të njerëzve tanë, janë tonat. Thjesht i kemi humbur në vite. Por me sa duket, është tani ai, Robert Hackman, që ju e njihni në dritare nëpërmjet emisioneve fantastike të turizmit, që sjell këtë projekt fantastik, që ka mbledhur fotografitë anonime të periudhës së komunizmit, imazhe që dikur ruheshin me shumë dashuri në albumet familjare, dhe sot ndodhen në tregje, në dyqanet e vogla, ku ai shkon, i blen, i mbledh dhe i hedh në këtë faqe Facebooku, që quhet Njerëz të humbur. Mjafton të shkosh në këtë faqe të Facebooku dhe të shohësh gjyshen tënde, nënën tënde, babain tënd, veten tënde ndoshta. Është shumë interesante. Por për më shumë, unë do ju tregoj sot nëpërmjet Robert Hackman. Robert Hackman, mirë se erdhe në Shqip. Mirëmëngjes, Rodina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë mbrëma, mirë dita nga të gjitha gjuhët nga Londra. Po, dita. Dita. Robert. Më fal, nuk flas mirë shqip, unë flas me anglisht. Ti flet mirë anglisht, okay? Po, faleminderit shumë. Robert, pyetja parë, si nisi ky udhtim? Po, the photographs I really found by accident it going to different shops and antique stores. I found a lot of Albanian photography from family photo albums that had become separated from the families, and these were everyday moments in people's lives, and many were beautifully made, and they're completely detached from their owners. And I felt immediate sense of loss, a piece of history disappearing, a connection that had been broken. And each photograph was quietly waiting to be remembered. So I thought it was important to bring these images to light so people could view them. Okay, atëre, diçka më shumë për periudhën që i përkasin të gjitha këto imazhe dhe çfarë tregojnë për kohën, përveç se për njerëzit. Çfarë tregojnë imazhet për kohën? Yeah, most of the photographs come from the communist era, roughly most of them between the 1950s and the 1980s, although I do have quite a few before and after those moments. But it's specifically during this communist time that photography was mainly used as a propaganda tool. But here within this, what we call vernacular photography, that's what us photographers call this, found photography, is where you find history. It's undiluted, it's not corrupted by state propaganda or ideology, although you'll find elements within it. So it's more of a documentation of the people by the people. And within the communist framework, I find that very interesting. These are everyday people in ordinary everyday settings, weddings, school portraits, picnics, military service, a lot of people taking photographs before they start their military service, which was like a rite of passage almost. A lot of seaside holidays, in Bregdeti, near Durrës, or Saranda. And all these fragments let us see a piece of history through the human eyes that took it, not through the ideology of the state. Robert, disa nga këto fotografi sjellin kujtime të forta, emocione të forta, të vështira. Si e përballoni ju këtë përgjegjësi? Yeah, that's a very good question, Rodina. It's something I think about a lot. I've been collecting these photographs for many, many years now. I've been traveling to Albania now 25 years.
And as a lot of your viewers know, I'm very interested and fascinated in Albania.